Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për gjithmonë, kjo maskë me vezë do ju befasoj. Të gjithë ju jetë e njohur të showbizit sa herë bëhet fjalë për sekretin që i mban gjithmonë të rinj, nuk harrojnë të përmendin maskën me të bardhën e vezës e cila i jep fytyrës tuaj shëndet dhe shkëlqim. Në këtë sezon pranvere, kur bakteret sulmojnë në çdo minutë fytyrën, gjithçka duhet të bësh paraprakisht është pastrimi me të bardhë veze dhe mjalt. Kjo përzierje e mban lëkurën tuaj gjithmonë të shëndetshme, elastike dhe me shkëlqim gjatë pranverës, verës, por edhe pas tyre. Është një maskë shumë e këshillueshme, veçanërisht në këtë periudhë të vitit sepse përzierja mes të bardhës së vezës dhe mjaltit e ndihmon lëkurën tuaj për të përshtatur me ndryshimet sezonale. Ndërkohë, gjithçka që mund të bësh është të përziesh një të bardhë vezë dhe mjalt. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një vetëm të bardhë vezë dhe një lugë gjelle mjalt. Përdorimi: hidheni të bardhën e vezës në një tas dhe shto lugën me mjalt. Pasi t'i keni përzier mirë të dy përbërësit, para se ta aplikoni në fytyrë, lidhini flokët që të mos së ngjiten në fytyrë. Fillo dhe përhape ngadalë në të gjithë fytyrën tuaj, duke shmangur kështu zonën e syve. Maskën mbajeni derisa ajo fillon të shtrëngojë lëkurën dhe pastaj shpëlaje me ujë të bollshëm. Poret do të jenë të tendosura, ndërsa lëkura juaj do të jetë e pastruar deri në thellësi. Dihet që e bardha e vezës është pak e sikletshme për të përdorur si maskë, por po të dish vlerat, sikletin nuk do ta mendosh fare. Jo vetëm një burim i shkëlqyer vitaminash, por njëkohësisht e bardha e vezës ndihmon edhe në parandalimin e akneve që shfaqen në periudha të ndryshme në fytyrë, duke larguar kështu yndyrën e tepër dhe papastërtitë. E bardha e vezës e përzier gjithashtu me mjaltin ndikon shumë në përmirësimin e toneve të fytyrës, sidomos asaj të thatë, duke e bërë lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe me shumë shkëlqim. Mjalti gjithashtu është një përbërës i dobishëm kur përdoret si një maskë fytyre, sepse ajo është një antibakterial natyror i cili ndihmon shumë në rigjenerimin e lëkurës, i jep fytyrës tuaj butësi dhe asnjë produkt tjetër kozmetik nuk mund ta bëjë atë që kjo maskë arrin të bëjë në lëkurën tuaj. Ushqen dhe lufton në rrudhat si me magji. Ndërkohë, me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe njëkohësisht për parandalimin e tyre, ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kosë dhe vaj ulliri. Në një enë hidhni një lugë mjalt, një të verdhë vezë, 2 lugë kosë dhe gjithashtu një lugë vaj ulliri. Përzini të gjithë këta përbërës derisa ju të përfitoni një maskë kremoze. Më pas këtë maskë aplikojeni në lëkurën tuaj, të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta dhe më tej. Shpëlajeni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni atë 2 herë në javë dhe do të shikoni që rezultati që do të keni do të jetë me të vërtetë mbreslënës. Ndërkohë, një nga mënyrat më efektive dhe natyrale për të kujdesur për lëkurën tonë, rrudhat dhe linjat e shprehjeve janë maskat e përgatitura vetë. Ju mund t'i jepni rini dhe shkëlqim lëkurës tuaj me produktet që i keni në kuzhinë, pa që nevoja për të shkuar në ndonjë sallon bukurie. Për të bërë një maskë, e para gjë që duhet të dini është lloji i lëkurës tuaj. Njerëzit me lëkurë të ndjeshme mund të përdorin kosë, aloe vera, banane, të bardha vezësh dhe njëkohësisht vaj kokosi.
Ata me lëkurë normale mund të zgjedhin produkte jo shumë të yndyrshme. Këshillohet të shmangin përdorimin e vajrave tuaj thelbësor, pasi mund të shkaktojnë një reakcion alergjik. Për të bërë një maskë për fytyrën në kushte shtëpie kundër rrudhave është më e lehtë se kurrë. E vetmja gjë që ju duhet janë 2 fruta, banania dhe portokalli. Merrni një banane të pjekur mirë, shtypeni dhe shtojeni një lugë çaji lëng portokalli. Përzieni mirë këta 2 përbërës dhe më pas vendoseni masën në lëkurë të pastër. Lëreni të veprojë për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Çdo ditë njerëzit në të gjithë botën kërkojnë mënyrat më efektive për ta mbajtur lëkurën e tyre të re dhe sa më të bukur. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetikore për mirëmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshme të botës kanë rutina të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe bukurinë. Prandaj ekzistojnë shumë lloje të maskave natyrale të cilat mund të ndihmojnë për ta patur lëkurën tuaj perfekte. Këtu ne do të tregojmë disa prej tyre të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të patur një lëkurë e cila shkëlqen. Maska me limon kundër rrudhave. Kjo është një maskë e cila mund të përgatitet fare lehtë duke marrë një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle me mjalt dhe pak pambuk. Si fillim, shtrydheni limonin dhe lëngun përzieni së bashku me mjaltin. Në qoftë se keni një lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu I limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë. Lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe pastrojeni fytyrën me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Rezultatet që do të shihni janë pamje e freskët dhe më pak rrudha, lëkurë e butë dhe e shëndetshme fal vitaminës E dhe C, lëkurë elastike dhe rinore fal flavonoideve të cilat gjenden në agrume. Maskë natyrale me karrotë dhe mjalt. Ju duhet një karrotë, 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Lajni dhe prejni karrotën. Vendoseni karrotën në blender. Kur të jetë gati, shtoni dhe mjaltin dhe përzieni mirë. Vendoseni maskën në fytyrë. Lëreni të qëndrojë për 20 minuta. Më pas, pastroni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që do të shihni janë lëkurë e shëndetshme, fal sasisë së lartë të antioksidantëve, reduktimi I rrudhave, krem për lëkurën e qafës me vaj ulliri, vazelinë dhe vitaminë E. Ju duhen 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelinë. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendosni të gjithë përbërësit në një enë dhe përzieni mirë. Nxeheni enën dhe më pas të lëreni të ftohet. Më pas përbërësit vendoseni në një enë tjetër. Aplikoni kremin në qafë para se të shkoni në gjumë secilën natë dhe pas 2 muajve, qafa dhe krahërori juaj do të duken të freskët dhe më rinor dhe lëkura juaj do të jetë elastike. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.